Aja që ka raportohet në media, unë nuk e marrë hiq as seriozisht, as të vërtet. E para, edhe e dyta, ne do të vazhdojmë me procedurën e njëjtë për votimin e komisionit që procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ose kryetarës të jetë me votën e fshehtë. Kështu që do të vazhdojmë procedura e njëjtë. Çka po ju pengon për atyre që po raportohet në media zoti Peci, pas po thonë që nuk e merrni seriozisht, a ka të bëjë me rastin Nuk fola kështu për një çështje specifike, po në rast se i lexon ta zon 100 shkrime për ty në 99 janë të pavërteta, atëherë në momenti kur thoni që është fol ose është thonë media, kjo për mua nuk do të thonë kur gjë. Nuk keni pas ende një deklarim pas investimit tuaj nga hetues të njësisë të veçantë hetimore sa për këtë rast në Ministrinë e Policisë, se keni parë gjithë atë. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, e më shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa më parë mos bardhë çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë, edhe unë jam i hapur edhe bashkëpunues edhe liber i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mund ka taku mua si ministër edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temën për çka u diskutu, por nuk është e vërtetë se kom pas një provincën, kom pas një falenderim. A ka vot të lista Guxha për Fatmi Dimaj? Ne jena partia Guxha edhe jemi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vendimet i marrëm bashkarisht edhe në grup ose në seancën konstituive përshëndetje kryetare. Dhe do thotë në seancën konstituive dhe për pikat e randidites shkojnë me dakordim plot. Faleminderit. Ishat kryetare, a mund të votohet sot? Pasi që hajde në këtë pozitë?